se 7 policë janë në spitalin e traumës. Asnjë vetëm. Personeli mjekësor më njoftoi se aty kishin shkuar 5 policë, i kishin dërguar pa asnjë problem. Dhe ata kishin asnjë lloj shqetësimi, nuk ishin as regjistruar, po ishin kthyer siç kishin ardhur. E vërteta kjo. Nuk kishte asnjë policë të plagosur, e gjithçka skenar. Asnjë. Që mund të ndodhte shumë, s'mund të them se asnjë të gërvishtur. Jo, asnjë. I kanë dërguar në spital vetëm për të plotësuar skenarin. Meqense aty nuk doli se kishte asnjë dhe unë i denoncova me njëherë, dhanë komunikatën tjetër se kanë shkuar në 2 spitale, gënjeshtra. Asnjë policë nuk është gërvisht. Në një kohë, kur janë qelluar me plumë në ballë protestuesit paqësorë. Një mirënjohje pak u fishme për mediat që e përcollën minutë pas minute kryengritjen paqësore të fuqishme të shqiptarëve në Tiranë, dhe po kaq mirënjohje mediave ndërkombëtare të cilat ishin në një ndjekje absolute të kësaj revolte dhe e johonuan atë në mbar botën. Të gjitha këto dëshmojnë se është populli opozitar ai që do përmbys këtë narkodiktaturë, dhe se 20 shkurti shqiptarët mezi po presin, si orën e tyre, si ditën e tyre, historia i pret.